Gjin Frok Macaj jetoi një jetë të vështirë dhe nën presion për dekada me radhë në diktaturë. Mbështetës i Abbas Kupit gjatë luftës, kundërshtar i komunizmit pas mbledhjes së Mukjes, i arratisur në mal me frontin e rezistencës dhe në krah të Mark Gjomarkut pas 1946-s dhe njëkohësisht dhëndër i Bardhog Bibës, përfaqësuesi me influencë komunistëve në Mirdit. I gjendur mes dy fronteve politike, Gjin Frok Macaj përjeton në diktaturë një histori të vështirë persekutimi. A mund të zgjidhte ai mes bindjeve personale dhe aktivitetit të ngjeshur me antikomunistët nga njëra anë dhe lidhjeve familjare me Bardhog Bibën nga ana tjetër? Si dhe pse u burgos pasi u dorëzua në besë të kunatit të tij? Pse u burgos sërish pas gushtit 1949 kur u vra Bardhog Biba, cili që fati i 4 fëmijëve të mbetur jetim nga Eoma dhe me baban në burg? Si u internua sërish pas daljes nga burgu dhe një histori e pabesueshme mashtrimi, si pasojë të cilës ai bëri 2 vjet internim pa qenë fare i internuar dhe vdiq pa mësuar kurrë këtë të vërtetë. Si qenë vitet e fundit të jetës së tij dhe përpjekjet për të shpëtuar të birin nga presionet e sigurimit të shtetit. Në fund të viteve 50, pas një kalvari të gjatë të vështirë të dy burgimeve si armik i komunizmit, Gjin Frok Macaj po kryente një tjetër dënim, tashmë si i internuar në kampin e Lushnjës në Savër dhe Rapës. Atje do t'i ndodhte një e papritur e fshet, të cilën ai nuk e mësoi kurrë saqë gjallë. Të vërtetën e mësuan vetëm fëmijët e tij, pasi diktatura ra. Regjimi e kishte dënuar me 3 vite internim në Lushnjë, por drejtuesit e sigurimit në kamp i kishin thënë se dënimi i tij ishte 5 vjet. Madje do t'i thurnin një reng që ai mos ta kuptonte duke u kthyer gjoja me leje për disa ditë në familje dhe të kthehej sërish në kamp për të vijuar dënimin edhe 2 vite të tjera. Gjini nuk e dinte se ky ishte një reng i sigurimit të shtetit për ta mbajtur atë larg familjes dhe vendindjes dhe për ta pasur në survejim të plot aty në kamp. Siç tregon Pali, djali i tij, i ati Gjini nuk e mori vesh kurrë këtë gjë, madje edhe fëmijët e tij, derisa diktatura ra, e dinin se i ati ishte i dënuar 5 vjet në Lushnjë. Mos i bani 3 vjet baba, internim, i thot operativi i sigurimit, o Gjin, thot bëj kërkesë, thot e shko shife plakën e fëmijët në fshat. Po kush më pleje mua, thot. Pa tha, i e sill mirë, tha. Po mirë, tha, e më sill, ke punu mirë, po mirë, tha, kam punu. Po bëj kërkesë. Po tha, kush më pleje mua, thot, bëj kërkesë, thot, s'di me e bon, thot baba. Ta bëj unë. A, tha, baba, kujtohet, do më fut në burg, se të futë nga internimit, që është në burg. Tha, e boni kërkesën, aje, mas një jave, tha, merë me letrën dorë, Gjin, ka dal leja, 15 ditë leje, me shku me pa plakën. Faleminderit, tha. U turprova, tha, ka shokëve se më qushin besnik, se ishte emrin ky, se ky kishte me Mark Gjomarkun dhe s'kishte prenu me pre Mark Gjomarkun. E tha, u mërzita, tha, nëse merr leja, tha, se së mbesoshin njerëzit, sa kujtoshin se në çakën bon. Erdhi neti, kishte bon 3 vjet, erdhi neti 15 ditë, mas 15 ditë shkoi prapë në internim. Atje, boni edhe 2 vjet tjera. Pali thot se ato 2 vjet internim, i ati i kishte bërë pa qenë i dënuar. Askush nuk i kishte treguar se dënimi i tij kishte përfunduar dhe ai reng i asaj leje 2 javore kishte qenë pikërisht për këtë gjë, që ai mos ta merrte vesh kurrë. Dhe vërtet, ai e kreu dënimin, u kthye në fshat tek fëmijët, kaloi vite të tjera të vështira në presion dhe survejim dhe u nda nga jeta pa e marrë vesh kurrë këtë fakt, të cilin e zbuluan fëmijët e tij pasi regjimi ra, ndërsa kërkonin në zyrat e shtetit dokumentacionin për të vërtetuar vitet e dënimeve të jatit në diktaturë. Ti si kishte kallëzu, kush bani në 2 vjet tjera ky baba. U kthy puna të shtej ka ne. U kam na u rregullu me baba u rritën, po pa martume, ishim të 3, ishim bona unë, mbarova ushtrinë atëre, se në shkollë kun së më prenë unë, që mbarova ushtrinë unë, 2 vëllezër tjerë e kishin marru para nesh, para meje, po gjithë një të e zanë nga një djetë ushtri njani tjetën, që se përmande ligji, du të marote njani djallë ushtrinë, të shkote tjetëri. Ne gjithë një nga një djetë e kemi zanë njani tjetën ushtarë.
Pali thot se edhe periudha e ushtrisë ishte po ashtu e vështirë dhe sfiduese për të. Punonte përtej kapaciteteve të tij dhe nuk i jepnin kurrë qoftë edhe një lëvdat. Unë isha më i vogli, shkova në ushtar në Qerm të Lushnjës. Vish ushtar e kishe menin se ushtarë si shumë asunat, shokë mi që jetë që ishim në të repart. 2200 në Dushk, po në Dushk ishte batalioni, degët kishin Qerm, Grabjan, Gradisht, në ato zona. Pantol të shkurtë në ushtarë, dhe që ne kishim. Marova ushtrin, një ushtar shembullor, Rështeri që ishte komandant i tokës më shën emnin me më gradu, se si në hek gradat, një fjallë, në 64. Më shën emnin me më gradu, më thanë palë me na falë se ashtu, kompania, si ishim tot kompania, sot ishin zonat prekun ishim gjithë, po se pas e shqandja ka që i prekur unë, nga regjimi nuk e dishem, sepse në dëshmit e pas e shpas, baba em është agent i Italisë. E kam në dëshmit, si kam të rehek. E pas e shpas në ta, ka marrë pjesë për zimin e pushtetit popullor, kishte marrë sak, në luft me Albaz Kupin. Shkojnë 2 muaj, 3 muaj, në qenë emnin prap oficerat, ushtar shembullor, unë, në rapart, me më gradu, prap se më gradojnë. Në një kohë, kur herën e tretë, më transferuan, kishin vetë një 4 muaj, në Zallë herë. Me hap tok 3, atje në ato tapizë, në ato zonat. Edhe këtu ma qunemi me më gradu, së më gradoj kush, 3 herë. Unë pra isha nepi i Bardhok Bibës, i herojt poplit, unë. Po ta më shë, po babën e kisha Patris Frondi, baba kuna regjimit. Po ta mërë shaktej, nanën e kishëm në gjaku i herojt. Pra ishin, po t'i afrojsh, dishe i përgjysmumun, po t'ishte puna. Edhe mi e thanë kush ati qitit, pse për karakter, po është i nepi i filanit. Po asu bide në menë se ku jam nipun. Edhe vitet pas ushtrisë do të vijonin për njësoj në fshat, si për Palin dhe 2 vëllezërit e tij, ashtu edhe për të Atin, tashmë në moshë të thyer. Por, pavarësisht se ishte i moshuar, për regjimin gjinin mbetej armik i rrezikshëm dhe nuk e rreshnin kurrë luftën kundër tij. Jemi bën një luftë që kishim frikë me shku në mbledhje, kishim frikë kur i shoshin bëhim mbledhje aty, shoshin fjalë babës, se ishte i vjetër baba na bate hizmet ne, se si ishim të martuar. Edhe kur thoshin se të dali gjinin mbledhje, dishim se atje babën e kanë tabelësit, ashtë që po bëjnë. Pali përmend një rast pas vdekjes së gjyshës së tij, ku veç për një fjalë që kishte thënë i Ati, inskenojnë një mbledhje të hapur dhe poshtëruese kundër tij. Na vdiq gjyshja, ajo e kishte lënë me amanet, me mshuke nana ime, ku ishte vorros nana ime. Pra, im pa thënë në mërditorët me hini i vorë me nanën time, edhe kështë lënë me amanet, të më shoni të më vorosni, i thome ki shënkollin, si shën hapë borët e reja në fshat. Po aty s'kishte një gjithë në kushvisht, një vajzë ideal, një kretarit kooperativës edhe e kretarit këshillit fshatit. Po baba pak si me humor, thot nuk hinë nana ime aty, thot se janë komunistë ato. Ata kështë pak si humor e pa të thënë kitë punë, po. Edhe nëna e thirën babën mbledhje, erë kretari degësi, shtetje, policia, e zotje, e ditëm se janë të arrestu, po unë isha në mbledhje, se unë punosha në fshat, një vllaj tjetër ishim punë, e ishte një vllaj tjetër, po snodhi aty atë dita, ku t'jun. Më thirën aty në mu, u bojnë mbledhje, në djale, ishin gati mi dhu hekrat. I thonë babës, i thonë, ti ke dashtë të përmisish pushtetin popullor. Unë tha, kam dhanë, tha, këtë loguri, kam dhanë loguri, dhe jam dënu, tha, për këtë punë, tha. Ta shmëshat, tha, jo, ti ke dashtë kare, një 2 gravorat fik, mbledhje, u bon, kërdia këtë punë. Tha, edhe 10 i thaj, sheti degës,
Mbrëmshme dhe 10 tha që ka hangër ujku në mal, tha ke gisht ti, tha. Po, tha si kam thënë ujkut shkoha 10 e kooperativës. E kam kurdison. Po mulliri, tha si o djek, tha. Dhe të ke mulliri, tha ke e dorë, tha ti. Po, tha kam djek mullinin, tha unë. Së gjithë shka si bjen me më tha. A ka kam të shpis këtu këtë, tha po, tha që ke ka djali, një shumun, në taj bashkëndrisë. Qo, tha më kom, qo, më kom. Tha, o baba i të ky, po, tha shpo. Me tha, që do të thush për ta? Thash, baba em. O baba em, thash, më ka thonë, kam qenë jarratisën, kam qenë burg, kam këta, kam bon këta, i kam shlyje, më ka falë shteti, dhe sot jam këtu. Tha, vle letha se zdi, tha, ke kokën e babës tante. Tha shumë, u që njani aty i fshatar, tha, me qanë, tha, baba em, tha, unë, tha, nuk rrimet, tha, e shduk. Në unë, thash, kom pas shef, thash, me qanë si, baba jo, thash, po kështu ma fali zoti babër mua dhe po e përbaloj. Në fund herës, tha, shefi i dekës ushtarake, tha, po që ti ketë bërë, tha, që të tëra, tha, që tani, tha, e marrë me veti. Një fjallë, tha, baba s'pas është ban qanë, në mes mledhjes. U mëllë mledhja. Baba ka shpia, na punoshëm në kooperativë bujësore. Shemull, në kooperativë për punë, jo, se na një të kush. Se shemull ishte se bëshëm 300 ditë punë, të 400, 2 vllazën na. Pali thot se pas kësaj mbledhje, në familje do të pasonte një periudhë disi më e qetë. Pasi martohen 2 djemë të mëdhenj dhe pas disa vitesh me një histori plot pengesa martohet edhe vetë Pali, i ati Gjini do të përjetonte edhe hijen e rënd të presioneve të sigurimit që transferohej sa tek ai tek i biri. Ishin fillim vitet 70, kur sigurimi i shtetit nis t'i bëj presione direkte edhe Palit, duke kërcënuar se një burgim i ri i kalnosej të atit të moshuar nëse ai nuk do t'u bindej urdhrave të sigurimit. Pali thot se ishte periudhë shumë delikate, por që do t'a kalonte me kujdes fal udhëzimeve që i jepte i ati. Unë të qanë pak si qoshin, pak si djali shkafet, punoshëm kooperativë, po elektricist në fshat. Po nuk më pagushin me rrugë, po me ditë pune. 15 ditë pune me fshin mujt, 15 i bësha punë. Nga viti 70 kështu, punosha në kooperativë bujësore, 15 ditë më jepshin, unë kisha dhe i fshat më tanë, që ishin brigadiri atje, kur punoshëm atje mjetë e vërtetim, ka punu këtu, në brigadiri këtu një kalote ditë e punës, edhe më shtë thonë, mëse ki problem, are këtu, sa e kur të vish këtu të nabim na ditë e punës. Po shkoshëm një farë distancë, se në vite kesh me shku me marë ditë punë e kotë. Jo kotë, po punoshëm atje, s'qa punoshëm, lidhëshëm i tela, i shtylla, i gjanë, dishat atil. Edhe këtu në fshatarët ishte 60 shpi, edhe këtu kishin jo i defekte, jo i linje, i gjanë, po i siri, i kresha shpet edhe punosha në bujësi. Edhe po në muajin prill, po millëshim, me parmen, ne. Po ishëm marrë pjesë në Spartakiada, po jo në skuadrën e Ershenit, se së mprenoshën atje në skuadrën e parë se quhi. Pra ishëm marrë me aktivitet sportiv, njifëshëm. Tu ga qëtë atje, i thomi na 10 pensje e resht, kur vjen një nga Ersheni, një roj rridhe në Ershen, nga i fshati si për Lurthit, i poshtë tanjone më kara, 1000 letrë në dorë, dhe mja nep, këtë ajtë frontit, atë letrë. Edhe më thyrë mu, tha, të thirin, tha, në Ershen degë menshme. Kjo është shumë me... Të thirin degë menshme. Tha, pëse që këmë bon, tha, nuk e di, tha, të thirë operativi i sigurimit. Filani, s'po e zonë emën. Si mërë, po, anë e dita se marrë i kjo punë. Thashë, tha, po të shkësh me jarë mbajtës, original si baba. Sigur këshin thirë babën kërë këshin arrastu, me jarë mbajtës, me kitë kërtarën e frontit. Shkova ka shpia, i thëmë babës kështu, thëmë, do të shkoj kafë shpia filanit, se do marrë, thëmë kanë thirën dekë menshme. Si mërë, po, i shku në lotë babës, u falë me mu, baba, atëhere. Se e ditja i se ku jem të shku, unë e diti mirë, tha, e pas këtë në regu, tha punë, po. Baba u lodhë më shumë se unë, se këshëm të i hirën asaj punë e me e ditë se si është ajo punë.
edhe më qojnë mu, më qojnë drejt të ndek menshëm i fjallë. Përballja në degën e brendshme ishte delikate, e kishin sjell aty nën kërcënimin e armës, siç kishin bërë me të atin dikur. Në mendjen e tij, Pali çonte 10 variante ngjarjesh në pak sekonda. A do ta arrestonin apo një tjetër kurth ishte ngritur për të? Shkoj ka operativ i sigurimit, punoj si i sigurimit. Edhe i thot ti ktheu ke shtëpia, i thot ti fshatarit. Pa shkollë ishte shkollë, 4 klasë shkollë në ato të pa bome. Edhe ky kthehet ke shtëpia më ban aty mu. Thot ti e filani, thon po. Se thot punon mirë ti, punoj. Sillesh mirë, mirë sillem. Thot po çfarë i bëm atij babës tan, thash, çfarë i bëm babës, son baba im, thash. Po thot, ndëgjoj thot ha. Thot a e një bon partinë ti? Po. A e do në partinë? Po, e du partinë. Tha, a do me një mu partinë? Po, ku t'jetë mu një mu? Babi jotë tha, rrezikohet. Për qa? Ka qenë, thot, me do njerës, thot, edhe nuk ka fol mirë. E kanë raportu, thot, edhe është në rrezik, tha. Ty banë si dush, tha. Dash me shpëtu babën tanë, tha, e ke ndorë ti. Baba ishte 60 vjeç, mi darë kocat në burg. Jo, thash babën, me shef selan, thë më neshtu. Pra, tha, me në ndimu, tha, ne, tu të është një moj. Tha, në fshatin tuj, tha, i tjenë në shtrez, nuk Pjetër Gjamargu. Ky ishte deklaru sa këm vra Bardhok Bibën. Unë ishe me njepi, a ishte Gjamargaj. Thot, ti elektricist, gjitha mundësi, ti djali pregaditur je, kimi të dhona se ti ke mundësi me kap në Pjetër Gjamargu. Po erdhë në fshat, ha, në tjallën thash se unë e kap. Në Pjetër Gjamargu, e kap thash. Se kishin, po e dishe mirë se s'vitet në Pjetër Gjamargu, se shte budal më erdhë në 17 në gje, në fshat. Me po në shoshe mirë me atë familjen, se ishte e motra, me nuk Pjetër Gjamargut në atë familje. Shoshe mirë, ato dishen shoshe mirë, si që tjerë të shoshe mirë, po më doshen edhe fort. Ato, thotë, po do të vish të takohesh thotë për çdo të hane, thash unë s'un vi për çdo të hane, po kur do si të vi, thot mund thot deklaro këtu thot se vi, po deklarat vi, takoj me ju në rregull, u gëzon ato boll. Shkova unë ke shtëpia, i thom babës, vetëm babës, jo dy vëllezë, thom këtu më kanë. Tha ki kujdes, tha se do të bëhen akuzë, tha ato, tha se çat punë kanë ato. Thash s'pata rrugë që me bërë, thash shumë mirë ke e bon, se thash që të u bon puna keq. Shkova një të hanë unë tak, ato që ke me në dhanë, unë e disha për këto 2 personat, se ku shenë, me hameni, po e dishem se janë spionat të 2, edhe që i kanë thënë babës, që ka thënë babës se kështë e shku në malë, me të kështë një 2 ratë, se baba ato do dhe i tjera, se që kanë fëllë, se e pyta babën. Thotë, filani, thomë, kanë thonë, e dishëm kretë fjallë, këto fjallë, si këshin bo akuzë babës, që thomë, kanë thënë këto 2 babës. To knaqen ma kur e bona me shkrim unë këtë punë, në regull, u bo në regull këtë punë. Shkova dhe i herë tjetër, më i thonë mu, qa na ke prumë, qa me prumë, s'këm shabije, s'këm sak, material, qa me shu, s'këm qa me shu. Se hajtë se po thomë se nuk du me thënë sot, unë plasë si për atëherë si sot. Si shumë që me shumë, kush ka arë ke shpia jote? S'ka njëri ke shpia me, zve kush, jo vjen. Vjen njëri afert i jemi, i afert më ishe motrë. Qa me ardhë? Kush ka arë ke shpia jote në këtë javë? Thëmë, s'ka arë kush, këtë 15 se s'koshë mund. Kush ka arë dhe kush s'ka arë kush? S'ka arë tha, a ka arë filani? Thëmë, po më harruhe. S'ma morë meja më i ti. S'ma morë meja se s'më shkën me në mund të shkretit se e banë filoni atë punë, edhe sot në vjen të meri. Pasa qanë i shqitun, a i dresh numaj më. A i pasa qanë unë në shkretit,
për kishim tafërt, për se dita unë i shkreti, më patën sfidue këto. Pali shpjegon se edhe vizita e tij në shtëpinë e tyre kishte qenë e dirigjuar nga sigurimi i shtetit. Ata po e vinin në provë Palin nëse do të raportonte apo jo para tyre, por ai e fshehu atë vizitë duke qenë i sigurt se askush nuk e dinte që ai kishte shkuar natën dhe kishte dalë natën nga shtëpia e tyre. Po erdhi natën ai, natën e dilte natën ai, fjalë tu dal drita. Edhe unë thash, edhe bisedën e kështë të regu se shaj bisedë, tha ke qenë aty, tha kur kanë full baba jot me ta. Po s'full të baba, si besot e asë mu, për shembull bje fjala, si ishte rrafaj me ato punë. Thom me më falë. Në këtë periudhë të vështirë të jetës së tij, Pali tashmë i sapo martuar kishte gjetur si rrugëzgjidhje për t'u shpëtuar presioneve të njerëzve të sigurimit, largimin nga Mirdita. Ishin transferuar në Lezhë me shpresën se atje nuk i njihte askush dhe atje larg presioneve dhe survejimeve do të mund të ndërtonte i qetë familjen e tij të re. Por edhe pse sigurimi ishte kujdesur për ta mbajtur të lidhur Palin, ai thotë se nuk ju ishte nënshtruar, duke refuzuar hapur bashkëpunimin me ta. U transferova, erdha në Lezhë, edhe ndjen në Lezhë mu e këshin shu ato dokumentat ato, se është i juj, vjen në Lezhë. Ato s'shkoj hiq. Në Lezhë së mbora me to, s'shkova hiq pare, së marrova me to. Ja, edhe kjo ishte kretë esenca e jeme që dosha me shly këtë punë, si më kanë shu mërë mbajtës. Jo se më thirë filoni se është, më kanë shu mërë mbajtës, shkëqërum. Për Palin, ishte i rëndësishëm rrëfimi i kësaj pjese të vështirë të historisë së tij, pasi kishte ndodhur në një moment delikat. Ai ishte çuar në zyrat e sigurimit në kërcënimin e armës dhe ishte kërcënuar më tej se do ta fundosnin përfundimisht të atin, duke e burgosur për herë të tretë në moshë pensioni. Ai thotë sa ato kushte mund t'i kuptoj vetëm dikush që ka ecur me këmbë mbi prush dhe që e di mirë sa dhemb ajo histori. Por kur djalli ngërdhesh dhëmbët, duhet t'i përgjigjesh me zgjuarsi. Edhe pse i detyruar prej kushteve të jetonte larg vendlindjes, Pali thot se i ati i kaloi vitet e fundit duke ndarë kohën mes fëmijëve të tij, por ishin vite të vështira dhe nën presion, edhe pse i shtyr në moshë dhe në prag të vdekjes. Është e mërshme, vetëm thotë babat kem të foli he lirisht, nuk du që tër Zotit të tregoj se kushini atyne personave, fshatit atë që ishin pa shkollë fare, kishim kretarin e këshillit fshatit 15 vjetë pas i klasë shkollë, ta brigadire përgjese, se ishte me biografi të mirë. Pali thot se të paktën në ditët e fundit të jetës së të atit mundi t'i qëndronte afër. Vdekja kishte zënë prit dhe për gjinin, pas asaj jete të mundimshme, do të ishte vërtet një kapak floriri. Por a do të ndalej urrejtja dhe armiqësia e regjimit ndaj familjes së tij? Ai që nis, një fjalë baba, pat ardhen e ke unë, pat ne jemi me 2 vllazit atje, pat ne ka i herë edhe ke unë atje, edhe herën e funit që nis me ardhë ke unë, edhe ra ke motra në Mamuras, us mu atje, na qonë fjallë se nësë mund, shkojnë 2 vllazit atje, murën njofturën në mu, shkova atje, neti një 15 dit, dhe pushoj. E morëm me varrosna, s'vite kush me varros, absolutisht. Erdhën një 2 djelmë të ri, kështë që u baba i vetë, një familje shumë e nërume, e fshatit, i kështë që u jati, që në kohët për para këshim pas hasmëri me to. Ne i shëj 2 djelët, e hapën babës vorrin, e varrosën babën vetëm ne, e këshin ardhë një 2 kushrin nga Prlati. Edhe i thirën dek mrenshme këto, pse keni shku me varros gjinë frokmosën. Edhe njëri nga ato, pse ke shku, thanë, me varros gjinë frokmosën, tha kom shku, tha se unë tha kriminellat, tha du mi varros krejtë, ku tjerën, se këto e kriminel, mi thjallë këtë partijës punë, sa bile e kom shkel dhe me kom dhevën, e më të nashohet mo.
një humor, ka një fjallë humoristike. Pra, më fjallën si baba, marrej